E çka nuk kupton besim dhe mos besim? Pra për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na porosit duke thënë se e shijoni ëmbëlsinë e besimit vetëm atëherë kur ti i thu vetvetes se por as një çmim në jetën e kësaj bote unë nuk pranoj me dalë prej kopertinave të besimit. Ashtu siç nuk pranoj që unë me u hedh në zjarr me vetdijet e. Për shkakun secili prej neve instinkti njeriu, dija ti e mëson që njeriu të largohet prej zjarrit, sepse zjarri është materie djegëse. E pra besimi në Zotin e Madhreshëm, besimi në Zotin e Madhreshëm e mëson njeriu me ik për mosbesimit. Ashtu siç ik njeriu për zjarmin se bote. Dhe këta tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk mund me arrit njeriu kënaqësinë e besimit vetëm në qoftë se e urren mosbesimin ashtu siç e urren zjarmin e kësaj bote. Dhe këtu ka nevojë për një shpjegim të vogël të nderuar vëllezër. Ne muslimanët nuk e urrejmë jo besimtarin. Ne muslimanët nuk i urrejmë jo musliman. Kjo punë ka dallim. Ne e urrejmë mosbesimin, jo njeriu. Dhe ta kemi parasysh këtë çështje, sepse në jetën e kësaj bote dëgjojmë shpjegime të ndryshme prej njerëzve që dojnë me prish fenë Allahut azza wa jall dhe dojnë me mbjell urrëtie fetare brenda dhe jashtë Kosovës dhe në botë përgjithësi, dhe i përdorin këto terma, të cilat janë terme shkencore, dishme, që do të më sqarojnë njerëz të dishëm, edhe bëjnë propagandë madhe në për televizore, në për shkrime, se muslimani do të me urrejt jo muslimani. Kjo është e vërtetë. Ne nuk e urrejmë kërkan të ndëruar vëllezër. Për shembull, unë e urrej vetveten me u kthy në mosbesim. Dhe unë e urrej mosbesimin, por jo personin. Sepse fundit ka thonë Allahu në Kur'an, po du unë këtë njerëzit i bëjmë me besu. Dhe për Allahu në shlet, po diversiteti edhe etnokulturor, edhe etno-religios që diversiteti, dallimi, është vlerë njerëzore që ne duhet ta respektojmë, atë pastaj përgjithësia mbetet në botën tjetër. Pra unë e urrej mosbesimin. Unë e urrej që një ditë mos tash Zoti kur të mos jam musliman. E urrej këtë çështje. Unë dëshiroj me kanë musliman dhe dëshiroj islamin tem me ja përcjell brezave të ri, brez pas brezi, sa të jetë kjo botë gjallë. Dhe kur njët nuk duhet që dikush prej lozës tem dhe prej njerëzve që janë besimtar me shiju mosbesim. Pra, pejgamberi sa po thotë që në qoftë se doni me shiju ëmbëlsinë e fesë ju, ju duhet me urrejt mosbesimin, që nuk kupton se ju nuk duhet me pranu kur të jepni dorë për fesë juve dhe të ktheheni në mosbesim. Dhe kjo besoj që është e kuptueshme të ndëruar vëllezër. Që me çfarë do që të sprovohet njëri në jetën e kësaj bote, gjitha çështjet këtë botë kanë kompenzim. Kanë kompenzim. Për shembull je në biznes. Vitin e parë dështon, ndoshta vitin e dytë e kthen biznesin dhe arrin atë ku do të arrit. Je për shembull student, në vit ballavaçohesh me probleme të shumta, ndoshta s'u arrin muajin e studimit. Po ndoshta në vitin tjetër kompenzon ato. Ka kompenzim jetën e bote. Kurse me bën me lujt me besim, nuk ka kompenzim. Bën e lujtë me besim, ta kish parasysh që nuk ka kompenzim më jetës e bote. Dhe përgjithësia është Allahu e madhe sa që po të hymë në Kur'an dhe t'i lexojmë ajetet e një pas njëshme, keme kuptu se çfarë rëndësie pas ka bot besimi në jetën e kësaj bote.